Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Kënga e parë, kënga me numrin 223, Vjerë uzinjeve të tringlojnë, 223. Vjerë uzinjeve të tringlojnë, qipo ta ti, Krishti u lind në Betlehem, vitën pare mi. Lindi kthesë që njeriu jetoj, erdi tokë të renduroj, lindi nga Maria, shumit e mëpar. Ati dërtoj mirën e ti, tokën më kanar e ti, njerëzimi për t'i sjell, dashuri lindjen e re. Jerusaleme të tringlojnë, qipo ta ti, Krishti shpëtimtar jeton, sot edhe në përjetësi. Jerusaleme të tringlojnë, shmëngjes programin, njerëzit e qënë adhurojnë, Krishti lindi që kanë marrë të thesë, popullin e ti shtirojnë, Perëndia u këpish, frua e Krishti u lind. Vroni mbretëror e lartë, erdi që t'vendër të rast, Krishti Zotin toku shfaq, lajmi kudo përat. Jerusaleme të tringlojnë, qipo ta ti, Krishti shpëtimtar jeton, sot edhe në përjetësi. Le të lutemi. Zot, faleminderit për këtë mëngjes, faleminderit për mirësinë tënde, për dashurinë tënde. Faleminderit Perëndi që kemi mundësinë të jemi së bashku, të të këndojmë ty, të të adhurojmë ty, të të lartësojmë ty, o Perëndia im. Lutem që ti ta marrësh nderin dhe lavdinë nga çdo gjë që do të bëhet në këtë takim, në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Mund t'uleni? Kënga tjetër, kënga me numrin 222, Gëzohuni të krishterë, 222. Mirëmëngjes gjithëve, të Zotit që jemi mbledhur së bashku, edhe lutja ime është që mëngjes fakt që Krishti të marrë lavdinë, që ndërsa ne mblidhemi, si tjetë si një dasëm për shembull pa dhëndër, apo jo? Do ishte e çuditshme. Kështu që edhe nëse s'do ishte Krishti këtu në zemrat tona, edhe në praninë tonë, do jetë një dasëm boshe, kështu që shpresoj që Krishti të lartësohet, e them këtë. Jo se kisha përgatitur, po më kujtuam duke folur me një zonjë këtu, po ja them emrin, se mos marrin merita ose mos ta dënojnë për shembull, me shaka. Por tha, na mori malli, lavdi Zotit që erdhe, por kalua mirë dhe javën e kaluar me djalin,
Andi s'është djali i fare, se ka mjekën. Dhe tha, por nësi ka të vinë për Krishtin, kështu që është shumë bekim, ta kapim të koncept. Dhe si që unë nga smova pak edhe është ka di Zotit, po sertëm për Krishtin, e thash, mungon dhëndri, por pasaj Krishti, sigurisht, na nxit të duam njëri tjetrin, na nxit kemi një zemër gjerë, siç do flasim dhe sot, ndërsa po shkojmë drejt disa takimeve ungjillizuese, të premten, shtunën dhe të dielën, ku do jap një ftesë për të ftuar dikë. Okej, po ju pëlqeu mbajeni, i gjejmë kopje tjetër, po nxitja është jepja një dikujt që kemi interes për atë person që e duam, që mbase nuk e njeh Krishtin, jo mbase mirë ishte mos ta njihet dhe ta ftojmë që të marrë pjesë në takimet e veçanta që kemi me 2 misionarë që janë në Shqipëri. Është pastor Dexel Wells, i cili është me gjithë familjen, por gruaja e tij është pa qef dhe do donte të vinte familjarisht në fakt, por nuk vjen do vi vetëm. Dhe kujt dihet çfarë ndodh. Ndonjëherë thonë do vi vetëm dhe shtohen, do Zoti të jetë mirë, që pastorandi ta mbajë gjithmonë në korrent të situatës, i thotë po ke mundësinë të vi. Por është dhe pastor Alan Harn, i cili e takuam në kampin me Kuçovën, që ishte shumë bekim, edhe historia e jetës tij. Ai shpresoj të jetë me gruan dhe me djalin. Foton e keni parë, ka vënë pastorandi her pas here këtu, i keni parë. Kanë familje të madhe, por kanë marrë thirrjen e Zotit për të ndarë ungjillin. Kështu që shpresoj të kalojmë 3 ditë interesante, mbrapa kemi diçka e shkruar për nxitur mendim tek njerëzit, pse të vinë. Kështu që 2 të jenë të ri. I ri e që. Brasha kam në andë, si duket vetja i ri, më shak shumë i ri. I ri është ato i ri. Si da të thosh është konsumuar pak, se do me shukar një orë në moshë. Jo, na ka konsumuar ne, dhe ai për vetë ka një. Kjo ka shtuar në peshë, kështu që është gjë e mirë mbas martese kur shton pak. Dhe unë i them gruas mora 40 kg, çova pak më shumë. Kurse unë sot kam ngel, Ana, kam ngel si isha 73 deri në 76, viti i ri më çon deri te 80. Bëjmë shaka, por lavdi Zotit edhe një herë që kemi mundësi ta adhurojmë atë. Dje ka qenë ditë e veçantë për një gocë të vogël. Që një ditë e veçantë për një vajzë të vogël, e cila po rritet, se themi e vogël. Se vjen përgjigja direkt, thotë jam e madhe unë. Që është Eliora, kështu që nuk e di kush do sjellni këtu dikush apo disa, hajde Eliora. Po çakroce, hajde. Mi që hyjë ata që i kanë qanë. Eliora është gocë e vogël, por po rritet, apo jo? Ja këndojmë Shumurime. Ati, bukura. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Eliora, shumurime për ty. Bravo. Ajde, çakzimi. Kemi edhe në ditëlindje në rrezik. Mirë, ka di Zotit për jetën që na jep, edhe ka qenë ditë e veçantë edhe për Albi. Albi, ua! Më thash se Andi ngriti dorën, pastor, lajmëroj njerëzit që mbas takimit. Ska gjë. Mirë, atëherë ti këndoj dhe Albit. Shakzimi dhe Albi, jam ti Zotit. Familjen që Zoti ka bekuar të vi, të dëgjojë fjalën e Zotit, dhe merja hopa dhe Alpin, e mbaj, po thash, mos përzitet pizza. Tash në gjithë të që thamë, me kujtoni ditën kur i lindët. Ditë e vështirë ajo. Edhe tema sot do jetë nga djepi në kryq, kështu që jeta është një fillim i bukur, por pastaj gjithë marrin kryqin e vet. Si ata që besojnë, si ata që nuk besojnë. Kanë gjithë sakrificën,
edhe sakrifica e Krishtit është më e gjera. Kështu që le të lutemi tani edhe po harruam të gjë kujton pastorandi rrugës dhe vazhdojmë. O Zot, falenderoj që na bekon, o Zot, falenderoj o Zot që kemi mundësi të gëzojmë në shtëpinë tënde, kemi mundësi o Zot si kish e shpëtuar në Krishtin, të vimë dhe të adhurojmë Ty o Zot. Prek mendjet tona, o Perëndi, prek zemrat tona ndërsa këndojmë. Na ndihmo o Zot të harrojmë pak veten, na ndihmo o Zot të harrojmë pak gjërat tona, dhe të mendojmë për Ty o Perëndi, që je kaq i madh, je kaq i drejtë o Zot, je kaq i shenjtë. Në dallim total nga ne o Perëndi, që jemi kaq të rënë, jemi kaq të zënë në ato planet tona, o Zot, në ato dëshirat tona. Dhe të falenderoj që na hapë syt o Perëndi, sidomos në shembullin e Krishtit, fjalës së gjallë. Falenderoj që nuk na ke dhënë o Zot filozofi të kota, na ke dhënë vërtetën, na ke dhënë o Zot një person të gjallë që jeton dhe sot dhe që është modeli ynë më i mirë o Perëndi, Krishti. Rriti fëmijët, rriti të rinjt, rriti të rriturit o Zot, edhe gjyshrit, vazhdo t'i bekosh, t'i inkurajosh me fjalën tënde, me frymën tënde. Të falenderoj për Eliorën o Zot, edhe për Albin, për ditën e veçantë që kanë pasur dje. Bekoj me shumë vite o Perëndi, gëzime, sfida që t'i kalojnë me Ty o Perëndi, dhe na ndihmo të lutemi, pse jo, për njëri tjetrin. Beko ata që kanë nevoja shëndetësore, nëna Liria ishte pak pa qef, nëna Lidja o Zot, ndërsa mosha ecën, trupi ynë bie, por jepi inkurajim zemër o Zot, kujtoj ata dhe të rinjt këtu, ato fjalë që thot, madje edhe predikuesi Salomoni, kujto Perëndin në ditët e rinisë tënde, përpara se të vinë ditë vështira, për cilat të nuk do kesh më kënaqësinë tënde. Kështu që na jep gëzimin tënd o Zot, na mëso ta shijojmë jetën duke qenë bekim për Ty, për njëri tjetrin o Perëndi. Beko edhe gjithë njerëzit besnik kësaj kishe që shërbejnë, japin me kohë, me mësim, me lutje, me dhënie o Perëndi. Dhe të falenderoj që kisha në thelb është familja jote o Zot. Jemi bitë Tu. Na ndihmo ta shohim njëri tjetrin aq të rëndësishëm siç na sheh Ti, si një prind i mirë që shikon fëmijët e tij dhe do që të gjithë t'ia dalin. Na ndihmo dhe ne ta shohim njëri tjetrin pikërisht si bitë Tu o Zot. Ty qoftë deri dhe lavdia, bekoj edhe ftesat që do shpërndahen dhe këto dy familje misionare që do vinë. Ndihmo o Zot që mos neglizhojmë, mendojmë dikë, ta sjellim këtu o Perëndi të dëgjoj fjalën Tënde o Zot, të kënaqet gjithashtu edhe me bashkësinë me ne o Perëndi. Na jep një zemër gjerë, na jep durim, edhe kur njerëzit nuk kuptojnë, na ndalon ndonjëherë kur duam të themi fjalë që prishin punë, e na nxit kur duhet të themi fjalë që ndihmojnë. Na ndihmo të krijojmë ura o Zot me njerëzit e humbur, siç Ti krijove me ne o Perëndi nëpërmjet Krishtit dhe durove deri në kryq. Ty qoftë lavdia dhe nderi, në emrin Tënd shmoj lutemi. Amen. Mirë. Vazhdojmë me këngën tjetër, kënga me numrin 215. 215. Momenti ofertave, do të afrohet vllajimi me koshat.
Dhe I kërkojmë vllachimit që të lutet për ne. Le të lutemi. Njërë Zot falenderoj për këtë ditë, dhe falenderoj Zot për mundësinë që na ka dhënë për ta sotëkish, dhe do më Zot na koshë fjalët e njëjtë si do të japën. Në emër të Jezusit lutem. Amen. Amen. Ne besojmë që secili prej jush e ka këtë kalendarin fara e mirë, që është për vitin 2026, edhe përveç se e keni edhe që po e lexoni çdo ditë edhe po inkurajoheni nga fjala e Perëndis. Unë po lexoj sot datën 11 janar, që thot: Unë jam I pari dhe I fundit dhe I gjalli. Isha I vdekur, por jam I gjallë në shekuj të shekujve. Amen. Dhe unë I kam qelsat e vdekjes e të Hadesit. Me një mendje madhësi të lartë, akrobati e quajti veten Zoti I vdekjes. Njihej për akrobacinë e guximshme që bënte në aeroplanin që fluturonte rreth 300 metra lart. Bënte veprime magnitëse në trapezin e varur nga aeroplani. Pastaj ecte mbi trupin e aeroplanit. A do t'i kushtonin shtrenjtë një ditë jetën heroizma të tilla? Jo. Një ditë ra nga shtrati dhe theu shtyllën kurrizore. Mjekët nuk ishin në gjendje ta shpëtonin. Zoti I vdekjes kishte marrë me mendje lehtësi një emër që nuk e meritonte. Zoti I vërtet mbi vdekjen është Jezu Krishti. I ngritur prej të vdekurve. Ai ka qelësat e vdekjes dhe të Hadesit. Të paktë janë ata që luajnë lojra të tilla të rrezikshme me jetën. Megjithatë, secili ballafaqohet me vdekjen si rrjedhoje e mëkatit. Cili do që rrezikon në lidhje me përjetësinë, është edhe më mendje lehtë se ai akrobat. Gëzimi I përjetshëm përmbushet në jetën pas vdekjes, në ringjallje. Atë nuk na e heqin aktet e heroizmit. Për të nuk na duhet të bëjmë asgjë. Për shkak të mëkateve tona, ne kemi humbur jetën e vërtetë dhe lumturinë e përhershme. Jezu Krishti, biri I Perëndis, ishte personi vetëm I pa mëkat. Ai ishte I vetmi që nuk duhej të vdiste, por e bëri këtë vullnetarisht për të na shpëtuar ne nga mëkatet tona dhe nga ndëshkimi I përjetshëm. Të gjithë ata që besojnë atë, do të marrin gëzim të vërtetë dhe jetë të përjetshme, e cila nuk preket nga vdekja fizike. Një nga gjërat që nuk na pëlqen me pastorarin, ta bëjmë, është që ta konsiderojmë si pronë private podiumin, edhe të folurin, edhe në takime, kështu që nëse dikush nga ju që është duke e lexuar këtë kalendarin çdo ditë, apo nëse jeni duke lexuar ndoshta një plan të caktuar të leximit Biblës, edhe Zoti me një mënyrë e përdor fjalën që ju lexoni në një situatë të përditshme të jetës tuaj dhe doni të ndani një dëshmi, ndihuni të lirë të na kontaktoni përpara, edhe të keni mundësinë se jo të inkurajojmë njëri tjetrin se si fjala e Zotit na inkurajon edhe na ndihmon në përditshmërinë tonë, se kjo është arsyeja pse e lexojmë edhe pse duam të rritemi në studimin e fjalës së Perëndis, kështu që flisni me ne më përpara nëse një ditë e caktuar leximi që bëni I Biblës ju nxit për diçka apo lidhet me jetën tuaj dhe doni ta ndani me tjerë. Do të këndojmë këngën tjetër me numrin 218. O eja, o Emanuel. 218.
për mesazhin, ju lutem t'i fikim telefonat ose minimalisht të heqim zile që të mos shpërqendrohemi. Mirë, kalojmë sa çaste në fjalën e Zotit. Të lutem edhe një herë. O Zot, edhe një herë falenderoj që kemi këtë privilegj të lexojmë nga fjala e jote, o Zot, të mësojmë. Na ndihmo të kuptojmë, o Zot, në mendje rreth parë, na ndihmo, o Zot, të kuptojmë në zemër. Dhe na ndihmo, o Zot, marrim vendime për ta zbatuar këtë fjalë. Falenderoj që kemi këtë privilegj, kemi këtë librin e librave, o Zot. Na ndihmo me frymën tënde, o Perëndi, na frymëzo në emrin tënd të shmuar lutemi. Amen. Mirë, dërsa isha një javë në Itali, ku shkon të shtëpitë sidomos emigrante, se të afërmit tanë emigrantë quhen, apo jo, pavarësisht se janë përshtatur atje. Çdo shtëpi ka ato fotot e veta, ka kujtimet e veta, po kam marrë sa më shumë shkon në shtëpia jashtë Shqipërisë, më shumë foto të vjetra gjen të shfaqura nëpër mure. Nuk e di a ka ndodhur juve, por shtëpitë tona zakonisht edhe mundësit, edhe ngushtica, ndonjëherë më shumë kemi në albume, tani kemi në celular, s'para printojmë më shumë që t'i mbushin muret. Por shikoja me radhë gjyshrit e mi, kanë dhe gjyshrit nga mami edhe gjyshrit nga babi. Ka qenë vërtet bekim të rritesh me gjyshër, ai që është rritur me gjyshër e kupton, që është bekim t'i kesh afër. Dhe riguar person, kur si ke më, fatkeqësisht çdo gjë e mirë, është e mirë, fillon të bëhet si normale, e kam, okej, aty është. Kur të mungon pastaj, fillon krijon kujtimet, edhe po shikoja gjyshrit, edhe gjithashtu ishin ca foto kur ishin më të vegjël, më të rinj, pastaj më kujtuan ca foto gjyshrëve që i kanë kur ishin të vegjël, edhe çfarë po mendoja? Secili ka atë historinë e vet, nga djepi ku lindi deri në fund të jetës. Dhe sigurisht Bibla flet për kryqjen e Krishtit, por në kuptimin e sakrificave të jetës, çdo njeri ka kryqjen e vet. Kujtoj kur pata fëmijën e parë, që ishte Gloria, edhe gjithë ju që keni pasur fëmijë, e dini sa gjë e veçantë është lindi një fëmijë për herë të parë, apo jo? Që shikon aty drejt për drejt e ka lidhje me ty. Fëmijët gjithë kemi parë, gëzojnë, fëmijët janë shumë të lezetshëm, edhe mendoj për mrekullinë. Wow, çfarë është jetë e re. Në djep, gëzim, por pastaj me rritjen fillon të diu ku mund ta çosh në çerdhe, në kopësht, në shkollë, fillojnë ato fazat e moshës, fëmijëri, adoleshencë, apo jo? Profesioni nesër çfarë do zgjedhë, puna që do bëj, familja që do ndërtoj, dhe po mendoja fakt që jeta kthehet në një lloj sakrifice dhe kryqje. Sidomos për ata që investojnë tek dikush. Keni menduar ndonjëherë sa sakrificësh, ta arrisësh, ta edukosh, të paguash, të lëvizësh, ta gjëmosh para mbrapa, dhe si ti jesh i krishterë, si mos ti jesh i krishterë në Krishtin, jeta ka një lindje, për ata që lindin, ka një kryq rrugës që do ta mbash, por dallimi kush është? Që kryqi i njeriut është shumë i vogël. Në kuptimin e simbolikës së sakrificave. Është një kryq i ngushtë, është një kryq që pa kuptuar mirë kush është Zoti dhe çfarë plani ka për ne, dhe me qira fjala, pse bëhen dhe takime të tilla, një takim është dakord. Dhe pse duhet jemi gjithkohon duke qenë drita dhe kripa dhe duke u dëshmuar njerëzve me fjalë dhe me vepra, kupton vlerën që ka kryqi i madh i Krishtit. Çdo njeri merr kryqin e vet dhe e merr për fëmijën e vet, e merr për veten e vet një radh parë, për sakrificat e veta në jetë, për familjen e tij që janë shumë normale, për ca miq ngushtë, po pa kuptuar zemrën dhe pa kuptuar djepin e Krishtit dhe kryqin e Krishtit, ngjelet një kryq shumë i vogël. Tani e bukur është që kujtova gjyshrit në përgjithësi, gjyshrit, moshuarit, po edhe në të ritë, jo vetëm, çfarë thon? Sakrifikova gjithë jetën, u mundova gjithë jetën, vjen ndonjëherë akua që reflekton, ore çfarë bëra me jetën,
edhe duket gjithmonë sikur ke sakrifikuar shumë. Është e vërtetë apo? Një pjesë e jona, mos të gjithë kanë bërë sakrificën e tyre. Por prap, pa kuptuar djepin e Krishtit dhe kryqin e Krishtit, o kemi bërë shumë pak, ose s'kemi bërë asgjë fare, sepse kryqi i Krishtit dhe djepi i tij lindi dhe shkoi në kryq për kë? Jo për një fëmijë, jo për një familje, jo për një kom, por për gjithë botën. Dëshmanitë, se prandaj historia e Krishtlindjes ka një vlerë kaq të madhe. Është një histori që shkon nga djepi, që në fakt çfarë ishte djepi? Ishte grazhdi. E ti, ka njerëz të ndryshëm që kanë lindur në unë njoh njerëz, ju më njihni që kanë lindur ca ende sot tregojnë pemën ku kanë lindur, apo jo. Disa kanë lindur në shtëpi, disa kanë lindur në korridor, disa kanë lindur në spital, ka njerëz të ndryshëm, mund të dinë histori, dhe është një fillim, do s'do prindi pastaj apo kushdo që rrit, do ta vërë të shtrihet diku, aq të vogël. Dhe e gjithë jeta pastaj kthehet pak nga pak, çfarë tham, në një sakrificë, në një lloj kryqi që ti e bën. Po sa vlerë do ketë ajo në fund? Dhe çfarë dallimi ka kryqi dhe sakrifica e Krishtit? Atë do shohim për pak çaste sot, kështu që se dia e kam atë që luan pamjet. Përdor të? Çfarë të cili? Ku është? Ka sa të falni, se s'duket, apo mosha. Sakrificat e jetës në autua. Pra, tema është nga djepi në kryq. E gjithë jeta e Krishtit ishte pikërisht për këtë. Ka aq shumë pyetje që mund të bëjmë, njerëzit pyesin, edhe unë kam pyetur dikur, pse duhet vinte Perëndia në tokë? Pse duhet vinte në trup? Pse duhet shkonte në grazhd? Pse duhet vuante? Dhe gjithë këto pset, fakti me vëmë dhe kjo mbrapa, rëndësinë që kanë këto pset e jetës, janë për të zgjidhur problemin e madh, që është çështja e përjetësisë. Perëndia nuk kufizohet në planet vogla. Njeriu, ne jemi njerëz, sa plane bëjmë? Planet tona na duken shumë të mëdha. Edhe shkollimi, apo jo, edhe gjesh një vend ku çosh fëmijën në shkollë mirë. Unë mbaj mend tani me që kujtova Gloria, sa sfidë është ke kush kopësh do hyj, ta pranojnë, s'ta pranojnë, jo është kjo rruga, s'është kjo rruga. Te kush shkollë do hyj? Hyn aty në fund u qetësove. Pastaj fillojnë problemet e shkollës. Nuk mbarojnë asnjëherë këto sfida, këto probleme me fëmijën. Dhe mendon për çfarë ndërton ky fëmijë që të jetë. Dhe nuk kemi kuptuar asgjë nëse nuk kuptojmë të njerë si ja ishte jeta e Krishtit. Për çfarë erdhi Jezusi. Dhe kur vim tek djepi, te Luka kapitulli 2 vargu 7, do ta ripetojmë edhe një herë. Luka kapitulli 2 vargu 7. Thotë: Dhe ajo lindi djalin e saj të parë lindur, e mbështolli me pelena dhe e vendosi në një grazhd, ky ishte djepi i Krishtit, sepse në han nuk ishte vend për ta. Zoti zgjodhi, pikërisht është zgjedhja e Perëndisë, e kemi thënë ndoshta edhe vite të tjera, unë e kam menduar her pas here, ne nuk do zgjidhim kollaj, sidomos ti jesh në stres e lartë të shoqërisë, plus pastaj dhe me kushtet që jemi mësuar ne, askush nga ne nuk do zgjidhte vetë një lindje kaq për ulur. Të gjithë ne kur presim një fëmijë apo jo, edhe gjyshti qofshin, duan kushtet më të mira. Duan dhuratat më të mira për atë fëmijë, veshjet më të mira. Por Perëndia na kujton një gjë të madhe edhe me lindjen e tillë. Na kujton atë që kanë thënë shpesh dhe gjatë Krishtlindjes, ai që është i gjithditur, ai që është dashuri, ai që është i shenjtë, ai që është i dhenshur. Ai vjen ku? Tek ata që pikërisht i mungojnë gjitha këto. Çfarë mësimi i madh është për ulja e Perëndisë. Ne nuk do i fitojmë dot njerëzit. Edhe kam diskutuar edhe me njerëz këtu, edhe kur flasim dhe diskutojmë, nuk fitojnë njerëzit vetëm me një takim. Fitojnë për Krishtin, që nuk fitojnë me një program se kemi të bukur, ai ndihmon dhe është bekim i madh. Por njerëzit fitojnë kur ne dimë dhe mësojmë si të shkojmë tek ata. Dimë dhe të kuptojmë sfidën që personi ka. Dimë dhe kuptojmë, ndoshta edhe si jeton, si ha,
si vishet, si mendon. Por fatkeqësisht nuk na lë gjykimi. Marrim një kryq të vogël, konsumojmë me jetën tona dhe nuk dim, dhe është reale kjo, në do të gjithë, dhe është e vështirë në fakt. Dhe të dëgjosh tjetrin, të durosh tjetrin, të kuptosh tjetrin, ne gjithë duam të themi, keni parë ndonjë kur diskutojmë, secili do gjithmonë thotë të vetën, nxjerrit vetën, edhe kur ka probleme, secili do thotë atë anën e vet. Por Perëndia na mëson, nëse ti rritesh në Zotin, nëse ka ardhur ka i djepi yt, dhe kupton si erdhi Krishti, janë varë Gjermanicë që shkruan Luka, dhe Luka ishte edhe mjek, kështu që dinte mirë nga lindja, apo jo, gjithë ato që kanë lindur kuptojnë. Por thot ajo e lindi djalin e saj parlindur, e mbështolli me pelena Krishtin, Zotin e gjithësisë. Prandaj tani është për te imagjinatës kjo. Dhe çfarë bëri? E vendosi në një grazh, sepse në Han nuk kishte vend për ta. Perëndia i gjithditur zbriti për të bërë një nga ne. Kush më katoi? Më katoi njeriu, më katoi trupi ynë. Atëherë paga e mëkatit është vdekja. Dhe që Krishti ta lante për ne, duhet vinte patjetër në atë trup. Ose thua kam borxh 100 milion lekë, po të t'i laj me 100 milion gazeta, po i mlodha kështu, do lekë tjetër. Trupi ynë më katoi dhe me trup do të paguaj. Kur isha në Itali përmenda pak prokurën, ishte manitë se një vizitë, ishim një ditë si bosh, se kur jetë 13 veta bashkë, ishte gëzim, fakt, arktim, kaluam shumë bukur, edhe lavdi Zotit, po një ditë na tha vllai do shkojmë te ky fshati Vinci, e përmenda pak prokurën, edhe tha do shohim ca gjëra të Da Vincit. Shkuam atje, u kënaqëm nese, brava, i thash, ore, po si shkojmë mund ta çosh atje? Se ti si edhe tipi, ai e shijoi vetë, ke parasysh? Jo se pëlqen, po ndonjëherë kur vjen me keni parasysh me muzeumet, me këto, e më çfarë do bëjmë atje? Secili ka ato qefet e veta, njëri do stadiumin, tjetri do tregun, tjetri do ku diun lojrat. Po është bukur kur kupton historinë dhe dashore si shkoi mendja. Kur ishim me lindën, tha ishte edhe gruaja e tij aty, Ana quhet, si puna jote. Por tha, unë më thash, nëse që jam punë, çoj një ditë ke fshati Vinci. Dashun, tash jam marrë vetë të na çove aty. Po më prishjeve se tash bravo ky që u kujtua, ma uli prapa atë. Por çfarë dua të them tani? Edhe gjithkohon që shikonim shpikjet, bënim çik humor si në shqiptarët. A ky pas ka qenë çmend fare? S'ka qenë rregull ky. Si ka çu jetën me këto gjëra? Ke parasysh si fillojnë me ato flasin në konfidencë, s'është rregull nga trut, po njerëzit si kanë duruar. Fakt, kur mendoj ardhin e Krishtit dhe kur mendoj jetën, një njeri që mendon dhe kupton aq shumë, thash duhet shkosh në muzeum, kur ti je në një nga zona Toskanës, shkoni ke fshati Vinci, është midis Firenzës dhe Empolit, dhe aty kur i prek çfarë ka, si quhet, skicat, i mund të shikoni në internet, po pra kur i ke fshati që ka lindur, skicat që ka bërë, shpikjet që ka bërë në vitet 1400-1500. Talenti dhe dhuntia që ka dhënë Zoti, dhe atë po diskutonin, por nuk ka asnjë shans të ulesh ti vetë në atë shekull dhe ti dish gjitha kaq kollaj. Pra kishte një dhunti që sigurisht një talent që kishte dhënë Zoti. Sot kemi kompjutera, i kemi me skema dhe prap gabojmë. Po e di çfarë mendoja? Një njeri kaq i zgjuar, kaq i mençur në punën e tij, se nuk e hyra gjithë jetës, piktura që ka bërë. E di çfarë mendoni pastaj? Ore, e di sa e vështirë është jetosh me njerëzit më rreth. Keni menduar ndonjëherë apo ai që kupton shumë, ai që e di ku do dali, ky vendimi i jetës, ai që e di se, ore, kjo rrota bëhet kështu, pra ka bërë skemën e rrotave, që ta bëjmë praktike, gjithë ingranazhet, dhe ingranazhet e orave që përdoren, ato të këmbanave që bien me orare, po të përsosura, edhe modelimin, edhe kohën. Sot i bën me kompjutera, me çfarë nuk i bën dhe prap ka gabime, ndonjëherë ngelora. Ai ka bërë me dorë ato të vinçave, ulën shkallët, thash pak mërkurën, 8 shkopi ishin ata në çerekore, 5 minuta e nisën pjesë, po kështu. Dhe kur shikoj ingranazhet ato të artillerive, të tankut, të karrocerive, të fluturimit, nuk mbaronin, çfarë tjetër ka mbaruar, të rrobaqepsisë, të gjitha
që ai ka shpikur përdoren sot e kësaj dite kudo. Me teknologji zhvilluar, po baza vjen nga ato që ka bërë David ta shkruar, Da Vinci nuk shika vetëm për pikturat, okay, dia më janë të shpike. Analizë, po. Por ishte manice, ti shikoni, kishin bërë gjithë maketet, ti prek edhe me dorë, dhe prandaj po mendoja, thash, ti je kaq i mençur dhe i zgjuar, po shikoja fshatin aty, nuk e di si janë njerëzit aty, mund të jenë gjithë zgjuar shumë. Po thoja, po në vit në shekullin e 14-15 këtu, me gjithë të zgjuarsi dhe mençuri, sa ka vuajtur, s'tash është një njeri keq, dakor, nuk e dim zemrës, atë që t'ia gjithë Zoti. Por sa vuan një njeri që kupton, kur e rrethojnë, njerëz që nuk kuptojnë aq, sa janë të qi edhe njerëz. Por njerëz që ndoshta pa shkolluar, të paditur, pa shumë kuptim për jetën, njerëz që kanë thënë çfarë bën ky, si po talleshin ai, që veç në fare. Kështu thanë dhe për Noe, kur ndërtoi arkën. Kështu thanë dhe për Krishtin. Dhe gjithë këtë po e sjell tani për thënë, po të vi Zoti në Krishtin, në djep, jetoj si ne, keni idenë çfarë presioni dhe çfarë mendimesh vjen. Pra, kur nisi Da Vinci, ka jetuar në atë fshat dhe kudo që pastaj pati dhe presion, se kërkonin gjithandej ta shfrytëzonin, po Krishti që erdhi një djep dhe me këndetje dhe për kë erdhi, që ishte totalisht i përsosur, imagjino çfarë për ulje është djepi. Ama erdhi për të bërë një nga ne, për të marrë formë njeriu, po të lexojmë fakt tek Filipianëve kapitulli 2, nëse shkojmë atje. Filipianëve kapitulli 2. Lexojmë vargjet 4 deri në 9. Filipianëve kapitulli 2 vargjet 4 deri në 9. Një pasazh i mrekullueshëm që Pali nxit krishterët në Filipi, në qytetin e Filipit, që është babai i Aleksandrit Madh, dhe i nxit pikërisht duke i thënë, ore shikoni Krishtin, që ta shikoni njëri tjetrin si familje. Shikoj Krishtin për zemrën tënde që ta shohësh tjetrin si vlla apo motën Krisht. Shikoj Krishtin që ta shohësh atë që skuton nga Ungjilli me sytë e Krishtit, për të shkuar tek ai, për të mësuar se ti qasesh, jo vetëm të japin mend, por dhe të shohin të prekshme interesin dhe sakrificën tonë për ta. Kur diskutojmë, sigurisht para Zotit ne duam të rritemi në marrëdhënie me Perëndin, duam të jemi të drejtë, po e di çfarë prek më shumë njerëzit. Kur ti i ndihmon drejt për drejt ata. Me një fjalë, me një dorë qafë, me një lutje, me një sakrificë, kur ka nevojë, ajo që njerëzit nuk ta harrojnë kurrë. Sigurisht shohin veprat mira thon bravo, ky sa i drejtë me këtë që bëri. Po kur shkon tek ata, apo s'është, keni parë njerëz drejt. Keni parë apo jo gjeste drejta, u ka parë nga kisha apo dhe jashtë kishe. Dhe thua bravo, ky sa i drejtë. Gjyshi ime që e kujtova është një nga njerëzit më të drejtë që kanë parë, ka ana njerëzore. Kam jetuar me të, s'është gjallë. Gjyshi ka marrë, dhe nga babi ishte, por ky ishte akoma më. Dhe prap prekja më e madhe është kur ti bën diçka personale për tjetrin. Ai nuk ta harron kurrë. Prandaj fëmijët kur ka probleme familje ose prindrit, prap me gjithë, a kemi ndonjë debat dhe diskutime, prap nuk të po se e di që ti ke bërë diçka për ta. Dhe Krishti për këtë erdhi dhe na mëson. Prandaj Pali i thot Filipianëve tani, te kapitulli 2 vargjet 4 deri në 9. Po lexoj unë. I thot të mos shikoj secili interesin e vet. Çfarë thoni shkave? Që kur del nga shtëpia, fillon direkt interesi. Zotin aty kemi ne gjithmonë se jemi krishterë, Zoti është me ne. Po çfarë interesi shikon? Por edhe atë të tjerëve. Jo vetëm punës, jo vetëm të xhepit, jo vetëm sa i drejtë jam unë punë, po shiko pak dhe interesin e njerëzve të tjerë. Kini në vetën tuaj po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin. Gjo, kjo i bën mirë mendjes tonë, kjo ul presion, po doni, të hyjmë thellë, po s'do të hyjmë aq thellë, të jetë paqe në zemër, nuk kam vënë diçka, po e them brapa tani, ndoshta edhe ju. Kur fillon do të jesh bekim, siç kemi dhe sfida, edhe rënje, sigur harron pak edhe të tuat. Shumë baja mund që kur dilin fillim me pastorët për vizita, takonim njerëz, po dhe mbrapa, se duket morëm atë model, s'pyeste njeri kollaj, por e si je ti? Fëmija si i ke, e që mos kisha në atë kohë fëmijë, po edhe mbrapa.
A keni parë vështirë të të pyesi diku si e nga shtëpia, si i ke fëmijët. A ja dole këtu, a ke ndonjë sfidë? Si shkoi java, ku diun. Por shumica janë vetin hallat e vetën. Dhe sigurisht i kanë. Por pali pikërisht thotë, nëse ti je në Krishtin, nëse ti po mëson nga djeti, që ai zbriti në gjithë madhështinë, sepse di pse zbrit, sepse nuk ka rrugë tjetër për të na shpëtuar ne, po nuk erdhi në nivelin ton, jo mëkatar, po nivelin ton njerëzor. Se ti je njeri nuk do të thotë detyrimisht që je mëkatar, sa Adami dhe Eva nuk lindën mëkatar për shemb. Nuk ishin Zotin, por nuk ishin mëkatar. Dhe ne si pretendojmë ne të jemi bekim për njëri tjetrin, nëse nuk shkojmë në nivelin e njëri tjetrit me zemrën e Krishtit, me mendjen e Krishtit. Sa bukur e thotë, keni në veten tuaj po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbajë fort. S'ka rëndësi kush je, çfarë bën, çfarë pozicioni ke. Por e ki Krishtin. Mëso nga shembulli i tij. Pozicioni edhe kurse ke, do të jepet edhe më shumë. Nëse ti po tregon atë shembull. Dhe nëse e ke, pra mund ta humbësh nëse nuk po e tregon atë shembull. Ke mbretin Saul që ishte mbret dhe ende Zoti kishte hequr dorë nga ai. Ke Davidin që u bën mbret, nuk e mori dhe prapë Zoti po e përdorte. Një shembull manitës ky. Por e zbrazi veten duke marrë trajt shërbëtori dhe u bë ngjashëm me njerëzit. Dhe duke u gjetur nga pamja jashtë por si njeri e përuli veten duke i bërë bindur deri në vdekje dhe deri në vdekje të kryqit. Prandaj dhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dhuroi një emër përmbi çdo emër. Ky ishte qëllimi i lindjes. Qëllimi i lindjes është si qëllimi i gjithë ne që lindim një fëmijë. E bukura kush është? Të gjithë e dim sa sfida do ketë, apo jo, se kur e lind, gëzon thua lindi, jetë, do knaqe, por ti e di mirë sa do kaloj. Dje po i thosh atrinve në një moment, që sa më shumë rritesh, aq më shumë kupton presionin. Aq më shumë përgjegjësi ke, aq më pak ndonjëherë rrugë dalje e gjen. Nuk është e lehtë jeta. Prandaj them jeta, ndash ti je i krishter, në ndash të mos jesh, ka gjithmonë një kryq, sakrificë. Por kryqi i Krishtit, çfarë lexuam? Nuk është vetëm për mua. Nëse ti e kuptove dhe e more atë, ai fillon bëhet një kryq çfarë? Që zjerohet. Është kënga që këndojmë kryqi i rrepta që hap duart. Është një varg shumë i bukur në fakt. Është një kryq që gjithmonë hap duart, gjithmonë shton njerëz. Si është? E di është do ta kujtonte? Kryqi me dy krah të zgjatur. Është një kryq i gjerë, është një kryq që kemi vënë atë pamjen, nuk është vetëm për periudhën e Krishtit. Është për ata që ishin para Krishtit që u premtuan, mbani mend. Është për ata që ishin kohën e Krishtit, është edhe për ne pas. Kupton çfarë kryqi i gjerë dhe ne po kuptuan çfarë kryqi erdhi për ne dhe kujdes, nëse qëndrojmë çdo ditë në fjalën e Zotit. Dhe prapë kujdes, jo ta lexojmë dhe diun tani, por t'i lejosh frymës Perëndis të na tregojë zonën e jetën tonë ku po ecim vetëm me kryqin ton, vetëm për arritjet tona, vetëm për nevojat tona, nuk ke si zjerohet ai kryq. Prandaj Pali thotë në frymëzimin e frymës shenjtë, thotë Filipianëve, çfarë thotë? Keni në veten tuaj u bë krishterë tani. Mësoni të keni ndjenjen që ishte në Krishtin, mendjen që ishte në Krishtin, i cili si do i fitojmë njerëzit? Vinë këtu dhe të bëjnë si ne. Sigurisht ne kemi ca standarde. Ama duhet dim të mësojmë them unë, si t'i qasemi njerëzit. Si të krijojmë ura për të ndarë Ungjillin, jo për të mëkatuar. Jo më kot po Pali thot ato vargje manice, pse duhet i thosh ai? U bëra jude me juden, grek me grekët, i burgosur me të burgosurit. Ama është fuqia e Zotit, është fryma e shenjtë që arriti ta mësoj, duke përdorur fjalën e Perëndis, por ishte edhe për ulja e tij që të shkonte tek ata njerëz. Sepse Zoti u përul për ne. Djepi është për çfarë tham? Për kryqin. Te 1 Pjetri kapitulli 2 vargjet 22 deri 25. As e brejve, pëlqen shumë kur kujtoj edhe një herë kush i shkruan këto, një personazh si Pjetri që pikërisht për kryqin e Krishtit e mohoi atë. E braktisi u trem. Ishte kryq shumë vogël. Madje në atë moment nuk e përfilte fare kryqin. Sepse e mohoi Krishtin 3 herë. Por çfarë thot ai tani te 1 Pjetri kapitulli 2
vargjet 22 deri në 25. Thuhet: ai nuk bëri asnjë mëkat dhe nuk u gjet asnjë mashtrim në gojen e tij. Kur e fyenin, nuk e kthente fyerjen. Kur vuante, nuk kërcënonte. Sa kërcënime bëjmë ne kulturën tonë, të kapa terda. Nëse do flasim, ose të rëndësit, gjithë bëjmë. Por e kam e dikur am theksin, do I fitonte njerëzit shumë më tepër me shembullin personal. Por ja dorëzoi atij që gjykon drejtësisht, ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi dhe me dhuratat apo plagët e tij ju u shëruat. Dhe vargu 25 Manitës që tregon edhe si ecën njerëzimi brez pas brezi, sepse ju ishit si dele e ndacake, por tani u kthyet te bariu dhe ruajtësi I shpirtrave tuaj. Njeriu, Bibla është plot vargje që thotë do endet, do kërkoj një jetë më të mirë, aty ku është, një profesion tjetër, në një qytet tjetër, do jetë si dele e ndacake në fund. Nga djepi, njeriu vetë do shkojë në kryq, e sigurt. Kryqin e vdekjes. Po s'do kuptoj kryqin që ka vlerë përjetshme. Kryqin pse ne festojmë Krishtlindjen, por ama çfarë? Festojmë dhe Pashkën. Gjithë plani I Zotit ishte që ai të vinte për ne dhe të ishte çmimi për mëkatet tona. Dhe nga djepin kryq dikush e ka cilësuar, do në kam shkruar në fakt, është sa interesante. Çfarë është kjo nga djepin kryq? Shruk dashurie. Mund të rrim gjithë ditën, dashuria është pjesë e moralit, mund të rrim gjithë ditën bëjmë moral, ka moralist sa duash, ne jemi moralist, por pa rrugën e dashurisë nuk do kishte kryq. Nuk do kishte Krishtlindje, nuk kishte pse vinte. Madje edhe djatën e vjetër që I dha ligjet sepse po I thoshte gjë, lexoni fjalën e Zotit, ndërtoni jetë mirë, prap nuk ishin ligjet që të falin mëkatet. Por ishte hiri dhe mëshira e Zotit që I dha mundësinë të flijonin qengjat me idenë që do të vinte një ditë qengji përsosur nga grazhdi do të shkonte në kryq. Dhe kur mendon jetën dhe rrugën e jetës tonë, sa e gjerë është ajo dhe sa e ngushtë është, si e mendoni. Ti çdo ditë bën një rrugë, jo vetëm për ecën, po edhe gjëra që bën, por sa e gjerë është ajo për të parë të tjerët. Dhe Bibla ka ca ligje manitse, unë gjithmonë kur flasim për ligje, diskutojmë çfarë? Njerëzit, fizikën, matematikën, apo jo. Janë ca ligje të tilla, por ja që janë të ligjet frymërore. Nuk do të thotë se do të shërbesh Zotit dhe do të shërbesh mirë nëse je duke konsumuar çdo ditë vetëm për gjërat dhe planet e vogla toksore. Se janë ligje frymërore. Nuk mund t'i duash tjerët nëse nuk shkon te Perëndia të marrësh dashuri, nuk ka shanse. Disa e kanë dosë të lindur, disa ka të bëjë familja, e kanë vënë re, është studiuar, prandaj është mirë të japin dashuri fëmijëve tanë, sigurisht të japësh dhe disiplinën, dish të përqafosh, dish të afrosh, se s'do dim nesër të japin. Një pjesë e madhe e asaj që ne japim, se ne themi vjen nga Zoti, nga Zoti vjen, pra po Zoti ka dhënë dhe prindrit, ka dhënë dhe njerëz të afërm, vjen dhe nga dashuria dhe nga kultura që t'jep një familje. Unë ka parë të familje që them shpesh, jo të krishterë dhe shen ndonjëherë që japin më shumë. Si ka mundësi? E them për të menduar të, sepse ashtu e kanë traditën e familjes, I kanë dhënë një lloj dashuri, ka nevojë të japin dashuri, ka nevojë të japin dashuri fëmijës tonë, dhe ku ke kohë ti pastaj, dhe unë. Japësh fëmijës tjetër, e të kom shill. Nuk ishte fare, ata e merrta me ta hal. Në një ndodhe kish, ka ndodhur dhe mua, dhe prandaj na ndesh kohë të rritemi dhe të kuptojmë. Ku ke ti aq depozit dashurie dhe unë? S'ke realisht nuk ke, sepse po të flasim realisht, kam shkollën, kam punën, kam hallet, kam jo konsumove. Po pse s'do zgjidhin me këto? Nuk e di. Ndoshta sa gjëra duhet I lëmë, nuk e di. Po është marrëdhënie personale me Zotin. Unë kuptoj këtë që sa më shumë kupton ç'bëri Krishti për ne. Dhe sa më shumë rritesh këtë, aq më shumë shikon. Çfarë shikon? Interesin tënd apo tjerë? Përgjigje saktë kishte. Aq më shumë shikon interesin e tjerëve. Nuk do ngelesh bosh. Aq më I gjerë bëhet kryqi dhe aq më e bukur bëhet jeta. Ai nisa duke thënë një gjë që
Gjithë e dim çfarë sfide do kalojë fëmijët, por jeta që ka e bukur dhe për sfidat, apo jo? Se ti sa ashtu s'do lindë njëri fëmijë. Thosh ne jeta është maks. S'ke që do fëmijë. Po që nga e bukur dhe për luftën. Ama ti mësojnë t'je nanën e duhur, ti mësojnë t'je nanën dhe kush po e thot, po e thënë një si unë dhe si ju që e dim çfarë kulture jetojmë. Gjithë kemi sfida me fëmijët tanë, me njerëzit tanë, por shpresa është vetëm kjo. Shiko djepin e Krishtit, si erdhi, si u përull, për çfarë, shiko rrugën, kujtoni Da Vincin, apo jo, çka hequr ai 33 vjet, sa andi kaloi, ja kaloi Krishtit këto, 33 vjet, e di çka hequr ai, e di çfarë do gjonte ai. Do të casin ne, se ne na duket që edhe na gjojnë njerëzit është lukser, gjosh mua? Sidomos kur diskutoj dhe debatoj veç, ku diti sa? Diçka e shore, e keni idenë apo jo? Ju hiqni gjatë ditës gjatë javës. Të tjerë heqin me ju. Shpesh herë mendojnë që s'heqin. Shumë me gruan e thënë, unë duket sikur ti gjithmonë unë heq me ty. Unë me ty, se nuk shohim anën tjetër, ne shohim anën tonë. Po e di që hoqë ai 33 vjet, me të varfër, me të vobek, me të pasur, me sulmues, me gjykues, me ofendues, me mashtrues, me fetar, të korruptuar. Të gjitha mëkatet ai kaloi çdo ditë. Po çfarë e bëri atë t'ia dilte? Para ishte Zoti, po mi po ishte trup kufizuar. E bëri motivi i dashurisë. Rruga e tij ishte, dhe di për çfarë ndodhen gjitha këto. E thotë në Bibël. Edhe nuk kuptohet në shumë pasazhe. Që ai mos shkonte atje ku ishte nisur për shkuar. Por ai kishte ndarë mendjen, kryqi ishte përpara Krishtit. Ai e dinte që nga çfarë grazhdi do shkonte në kryq dhe do jetë jetën për çfarë motivimi, ku e gjen ti, ku e kam thënë edhe të tjera, ku e gjen ti këtë motiv. Fet, brapa e kam kuptuar, mbase ka ende nga ne që se kuptojnë, e thoshte dikur pastori, dhe pastor Davidi fillim, pastor Michael, thoshte, fet janë ndryshe, krishterimi nuk është fet, thoshte, çfarë thotë ky? Është fet krishterimi. Po fet janë përpjekje njerëzore për të arritur Perëndin me vepra, me rituale, ndërsa krishterimi i vërtet, sipas Biblës, thash, shkoni ta ditë krishterë me thonë, po s'dinin një varg, s'dinin vetëm mi që dinin historinë e krishterimit, e pastaj gjithë festa tradicionale. Por krishterimi i vërtet është Zoti na u ofrua dhe e pagoi për ne. Nuk kemi çfarë bëjmë. Ne tani mësojmë, shpresojmë mësojmë, kemi modelin e Krishtit në zemrat tona dhe të tregojmë dashurinë e Perëndisë. Për këtë vuan gjithë botën. Prandaj rruga nga të jepni kryq është rrugë dashurisë. Dhe ky është mesazhi për ne sot në mbyllje fakt. Për çfarë erdhi nga kryqi dhe vari erdhi pastaj për shkuar në qiell, për të fituar mbi vdekjen. Në fakt kjo letra, edhe ta kemi dhe është interesante, të lutem edhe të japim dikujt thuhet. Nga erdha, pse jam këtu, ato pyetjet e mëdha, dhe ku do të shkoj? Dhe pse jeta jonë tokë na konsumon, në një farë kuptimi na mban përthyer me sfidat, gëzimet, trishtimet, përsëri përjetësia është e pashmangshme. Luaj si duash, arrit ç'të duash, përjetësia është e pashmangshme. Dhe ja vlen ta mendojmë sa jemi ende në jetë. Prandaj fjalën e Zotit, Biblën, Jezu Krishti shtron pyetjen, sepse ç'përfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën por humb shpirtin e vet, ose çfarë do t'jap njeriu si shkëmbim të shpirtit vet. Dhe ky është mesazhi që ne kemi për njerëzit dhe fakt edhe për veten tonë. Në mbyllje, disa nga ne kanë pranuar Krishtin, kanë pranuar djepin, e kanë pranuar që erdhi për mëkatet tona, por ka njerëz që nuk e kanë pranuar. Sot ishte bekim për shkakun që të mirë sa po fliste me Gresin, edhe Gresi e pranoi Krishtin, bëri lutjen e shpëtimit, dhe duhet lutemi që këta fëmijë të rriten të kuptojnë. Edhe unë kur kam pranuar Krishtin fillim, ndonjëherë bisedoj me njerëz, ata për ju që e njeh mirë veten, është pritore se mbrapa kuptohet shumë më tepër ç'ke bërë. Ai momenti para është i rëndësishëm i vendimit, por ti fillon të rritesh. Dhe vendimi për të pranuar Krishtin përcakton gjithë përjetësinë. Dhe është dhurata më e çmuar që mund të marrësh këtë botë. E lorën e zuri gjumit, si tha njëri pastorit,
i përtiti. Pra që se pastorët duhet nga njërë. Zgjohet më në të i tha. E dine dhe, ati e vore në gjupë, tha ti zgjohet. Shkë që, po s'ple gruja në të rast, por sa i mirë është një fëmijë, sa bukur kalon, jeta do jetë një kryq, por në fund përjetësia vjen keq, kalon shumë shpejt. Fotot që pash atje janë njerëz që jetoja, ju keni jetuar, nuk janë më, ne nuk do jemi më. Jemi sigur që kemi kuptuar dashurinë e Zotit, sakrificën e qenjit. Nëse është dikush pa Krishtin, mos e humbni këtë. Nëse e keni, ftoni dikë, jo vetëm këto takime. Jini miq të mirë. Jini miq që keni mendje sipas Krishtit, ju dhe unë. Jini njerëz që dini dhe mësoni të shkoni tek ata që nuk dinë mirë. Mos e thua një fjalë ndoshta, kafshoj gjuhën, mirë thon ata, numëro deri në 10. Mos humbur, sepse njerëzit kanë nevojë të të njohin, kanë nevojë të shohin shembullin e Krishtit, dhe do jenë shumë të hapur. Ka njerëz sot i kësaj dite që thonë troxha unë s'besoj, po do të dëgjoj nga ti. Për shembull, 2-3 që mund të kenë respekt, si shpejt për ju. Krijoni ura, sepse njerëzit kanë nevojë ta dëgjojnë mesazhet. Ku e di ti dhe unë se si një ditë do ta pranojnë atë. Por për bërë këtë më mirë, dhe mbylla, është çfarë kryqi marrim ne çdo ditë. Nëse ti merr një kryq vogël vetëm për ato rrethinat e tua, nuk do kesh as përmbushje njerë, nuk do të dish ti dhe unë të ofrosh as gëzim kur takon dikë, as shpresë, as paqe, nuk ke sepse nuk e merr. Dhe mbetesh ka i kryq i vogël. Në kohë që Krishti tha, vargje që do e mbyllim te Mateu, besoj i kemi dëgjuar boll kish. Shej biseda që bëjmë herë dhe me djemt, kemi dëgjuar boll, por ai kuptojnë vërtet. Dhe a jetojnë sipas këtij modeli që thotë Mateu 16 vargje 24 deri 26, flet Krishti, i shkruar nga doganieri i famshëm atë. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të vet: nëse dikush, nëse dikush do të vi pas meje, mbyllë librin tani Liza, ikim shpirt të mohoj. Kush e mohon ashtu? Ka gjë, gjithë ne bëjmë sakrifica tonë, kemi nevojë të rritemi, të dimë si të marrim një kryq me krah hapur, duke të do këndoj Andi për parë një mesazh. Të mohoj vetveten dhe të marr kryqin e vet dhe të më ndjek, sepse ai që do të duhet ta shpëtojë jetën e vet do ta humbas, por ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim do ta gjej atë. Ky është premtimi i Krishtit. Nuk bën sens ky. Vjen keq. Kur del çdo ditë që konsumohesh, nuk bën sens. Pastaj kur rritesh në Zotin kupton që është i rëndësishëm, hajde ta bësh në përditshmëri. Dhe prandaj thotë, sepse shpërfitim ka njeriu nëse fiton gjithë botën, por humb shpirtin e vet. Po humb me shpirtin, që e humb dhe këtë jetë në fakt, atë vlerën e shpirtit, mbasi i shpëtuar vërtet, po humb me shpirtin edhe në këtë jetë, humb gëzimin, sa aty është gëzimi, humb shpresën, humb besimin, humb dashurinë, humb sakrificën. Dhe shikon me sy në një zemër të ngurtë, si thot Ezekieli, në fakt, një zemër guri. Kështu që fatkeqësi e madhe nëse njohim Krishtin dhe bien pre e një kryqi të vogël. Shmanica historia e Krishtit. Ose çfarë do të jap njeriu si shpërbim të shpirtit të vet. Fjala e Zotit është shmanica, e di që shumë nga ne arrim t'i kuptojmë, por diferencën do e bëjë lutja, koha personale, i themi Zotit, Zot, më frymëzo çdo ditë ta besoj këtë. Mos kem frikë të shoh interesin e tjetrit, shoj Krishtin tek njerëzit e humbur. Dhe jeni sigurt, besoj keni parë tashmë, që Zoti nuk lë as pa status, as pa bukë, as pa inkurajim, as e nuk është ku e duam ne, po t'jep atë balancën shpirtërore që vjen vetëm nga marrëdhënia me Perëndin. Që e lavdi Zotit për këtë histori manice, që është shumë e bukur, është një histori që zor ta shpikësh, por është e vërteta fjalë e Zotit. Do ta mbyllim, pa më ashtu sa për të thënë edhe një herë që kryqi është shumë i gjerë. Është nga fillimi deri në fund. Që le të rritemi të jemi njerëz që kemi shembullin e Krishtit. Le të lutemi, o Zot, falenderoj Perëndi për fjalën tënde që ka aq shumë vargje, ka aq shumë gjëra që mund të thonë njerëz si unë, edhe si njerëz e tua Perëndi. Që mund ndajmë si shtatë pastoranti, fillim mund ndajmë ndonjë dëshmi, ndonjë gjë inkurajuese, ndonjë bekim, po edhe sfidë. Na mëso, o Zot,
të dim të përulemi, na mëso Zot të dim të jemi të ndershëm me veten edhe me njëri tjetrin. Na mëso Zot të dim të vëmë re dhe dobësitë tona dhe mos kemi frikë për tyre o Perëndi. Në fakt, ky do të jetë fillimi i rritjes. Të falenderoj Zot për ty që u përule aq shumë në ato vargje manice dhe të histori, pse jo edhe tronditse, për epokat, sa që e le formën tënde si trajt Perëndi o Zot për një moment në Krishtin dhe erdhe në trup, erdhe në grazh, siç vjen çdo njeri në një djep shumë përulur, për të shkuar o Zot në atë qëllim që pate kryqin o Zot, për të dhënë jetën për të paguar borxhin e madh që askush nga ne nuk e paguan. Dhe të falenderoj që fitove mbi vdekjen, kjo është dhe shpresa jonë o Zot, na motivo Perëndi, na motivo çdo ditë të marrim kryqin ton, duhet një kryq i gjerë që në fakt nuk jemi ne që e mbajmë. Jetë ti që na ndihmon në dobësitë tona. Në mënyrë të mrekullueshme jetë ti që kur ne japim më shumë, kur ne sakrifikojmë më shumë, kur ne vuajmë më shumë, kur ne përulemi më shumë, çuditërisht, në mënyrë të mrekullueshme ti na jep paqe o Zot. Na jep shpresë, na largon frikën, na jep gëzim, na jep dashuri, na motivon më shumë. Na mëso si të rritemi në ty o Zot, ty që ofderit e lavdia, beko gjithë njerëzit ndërsa dalim prej këtu, ti marrim këto vargje o Zot, këto koncepte që nuk janë thjesht filozofi, janë e vërteta e personit tënd o Perëndi. Në lidhje me ne. Emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë, lavdi Zotit për fjalën e tij, mos humni edhe një herë. Pranosh Krishtin nëse jemi pa Krishtin, dhe gjithashtu të mësojmë të marrim një kryq të gjerë çdo ditë, sepse mundësitë janë. Mbyllim me këngën 46 te kryqi i Jezusit. Ju ftoj të ngrihen gjithë në këngë 46.
Ju kujtoj që do të jemi përsëri këtu ditën e mërkurë në orën 6 dhe diçka tjetër në lidhje me ftesën që morët. Ju inkurajoj të shënoni emrin e dikujt që doni ta ftoni, mbajeni në lutje gjatë këtyre ditëve dhe mund të merrni më shumë ftesa në fund dhe ejani të mërkurën, t'i ndajmë emrat e atyre që kemi ftuar me njëri tjetrin dhe të lutemi që Perëndia t'i sjellë në këto takime. Zoti ju bekoft, drekën e mirë.